Ajo ishte gjithmonë e padukshme, edhe pse pastronte korridoret ku kalonte e ardhmja. Por atë ditë, e bija e saj e heshtur zbuloi një dhunti që askush nuk e priste. Dhe brenda pak minutash, ajo që ishte heshtje u shndërrua në kuraj, dhe kuraja u shndërrua në revolucion. Nëse kjo histori ju interesoj, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po e ndiqni. Tani, vazhdojmë, mëngjesi nisi si gjithë të tjerët. Qielli hirt mbi Tiranën e madhe, urbani i mbushur plot që lëkundej nëpër bulevarde, njerëz të nxituar që zbrisnin para stacionit të duhur. Anisa mbante fort dorën e së bijës, Laurës, ndërsa zbriste me kujdes shkallët e autobusit, duke balancuar çantën e vjetër në sup dhe duke u përpjekur të mos pengohej. 9 vjeçe, vajza. 9 vite me sy të zinje të heshtur, nga ata që duket se ruajnë më shumë mendime se sa fjalë. Çanta e shpinës ishte e zbardhur nga koha, e arnuar në 2 vende me pej që nuk I shkonte ngjyrës së copës, por ende bënte punë. Ende rezistonte, si ato të dyja. Anisa hodhi syt nga godina e gjam përballë, ai gjigant qelçi që pasqyronte qiellin pa e prekur kur vërtet, dhe ndjeu atë shtrëngimin e njohur në gjoks. Gati 10 vite që punonte aty. 10 vite që hynte nga dera e shërbimit duke shtyr karrocën e pastrimit nëpër korridoret e zbrazta para se të mbërrinin drejtoret, duke fshir gjurmët e mbledhjeve ku ajo kur nuk do të merrte pjesë, duke zbrazur koshat plot me letra që vendosnin fate që kur nuk do të përfshinin të sajin. Ajo ekzistonte në atë godin ashtu siç ekzistojnë muret, e nevojshme, e injoruar, e padukshme. Por sot ishte ndryshe. Sot, Laura ishte me të. Shkolla I kishte pezulluar mësimet për shkak të disa plasaritjeve në strukturën e ndërtesës, dhe Anisa nuk kishte ku ta linte të bien. Ju lut fqinjës, por ajo punonte ditën. Ju lut kushërirës, por ajo ishte me pushime. Provoi t'i telefononte edhe së-ëmës që jetonte larg dhe mezi kujdesej për vete. Asgjë. Atëherë mori vendimin e vetëm të mundshëm, atë që e bënte të ndjente turp dhe frikë në të njëjtën mas, e solli Laurën në punë. Hyn nga dera e shërbimit, si gjithmonë. Korridori I ngushtë mbante erë dezinfektant dhe kafe të mbetur. Anisa përshëndeti rojen me një lëvizje të ndrojtur koke, dhe ai mezi I ngriti syt nga celulari. U ngjit në dhomën e zhveshjes, ndërroi bluzën me atë uniformën blu të errët që nuk kishte më ngjyrë nga larjet e shumta, dhe I lidhi flokët topus të shtrënguar. Laura qëndroi aty, ulur në stolingën prej druri, e qetë, duke pritur. Nuk u ankua. Nuk ankoi kurrë. Anisa zbriti në zyrën e përgjegjësit, trokiti 2 herë para se të hynte, dhe kur hyri, tashmë po kërkonte ndjes. Ndjes që po e shqetësonte, ndjes për situatën, ndjes që ekzistonte në një mënyrë të papërshtatshme. Burri, zoti Agim, një 50 vjeçar me shprehje të lodhur dhe supe të rëna, e dëgjoi pa e ndërprerë. Kur ajo mbaroi, ai pshertiu thellë, kaloi dorën nëpër fytyrë dhe tha se ishte në rregull, se vajza mund të qëndronte, por me një kusht, nuk duhej të dukej, nuk duhej të bënte zhurmë, nuk duhej të pengonte. Anisa e falenderoi 3 herë rresht, sikur të kishte marrë një mrekulli, dhe doli prej andej me ndjesinë se I kishte borxh një copë të dinjitetit të saj. U ngjit me Laurën në katin e 12, atë që ishte ende bosh në atë orë. Këndi I kafes ishte I vogël, me një tavolinë të mbështetur pas murit, 2 karrige të vjetra dhe një frigorifer që zhurmonte lehtë. Anisa rregulloi njërin nga karriget në një qoshe, larg derës, dhe I kërkoi së bijës të qëndronte aty. Laura nxori fletoren nga çanta, e hapi në faqen e shënuar me një copë letër dhe nisi të shkruante. Anisa pa ato duar të vogla që mbanin lapsin e konsumuar, atë ballë të rrudhur nga përqendrimi, dhe ndjeu sërish një shtrëngim në gjoks. E bija meritonte më shumë se kaq. Meritonte një tavolinë të vërtet, një shkollë pa plasaritje, një botë që ta shite si njeri dhe jo si problem. Por nuk kishte kohë për të menduar për këtë tani. Anisa mori karrocën e pastrimit dhe nisi rutinën. Kati I parë, sallat e mbledhjeve. Fshiu me leckë tavolinat e gjamta, rregulloi karriget, zbrazi koshat. Kati I dytë, korridoret dhe banjat. Fërkoi gjurmët e këpucëve në 2 sheme, ndërroi letrat e duarve, pastroi pasqyrat. Kati I tretë, këndet e kafes dhe ambientet e përbashkëta. Lau filxhanët e harruar në lavaman, pastroi mikrovalën plot me spërkatje, fshiu thërrimet poshtë tavolinave. Dhe kështu vazhdoi, kat pas kati, orë pas ore, ndërsa godina zgjohej rreth saj. Njerëz që vinin, ashensor që mbusheshin, zëra që bënin jehon nëpër korridore.
Ajo vazhdonte të ishte e padukshme, si gjithmonë. Her pas here, ngjitej në katin e 12 për të parë Laurën. Vajza ishte ende aty, e qetë, duke studiuar. Anisa I sillte një biskot nga shtëpia, ose një gotë lëng që e merrte fshehurazi nga këndi I kafes, dhe Laura buzëqeshte, falënderonte me zë të ulët dhe I kthehej fletores. Ajo fletore. Anisa kur nuk I kishte kushtuar shumë vëmendje, mendonte se ishin vetëm detyra shtëpie, por tani, duke e parë nga afër, vuri re se kishte diçka ndryshe. Fjalë në gjuhë që ajo nuk I njihte. Lista me fraza. Vizatime të çuditshme që dukeshin si shkronja, por nuk ishin. Simbole. Shigjeta që lidhnin një gjë me tjetrën. Ishte sikur Laura po ndërtonte një hartë të diçkaje që Anisa nuk arrinte ta shite. Rreth orës 10 të mëngjesit, atmosfera në godinë ndryshoi. Anisa e kuptoi menjëherë. Sekretare që vraponin me dosje nën sqetull. Roja sigurie që pozicionoheshin pranë ashensorëve. Një zukatje zërash të ulët dhe urgjent. Diçka e rëndësishme do të ndodhte. Ajo u përpoq të qëndronte larg, si gjithmonë, por kurioziteti e çoi në katin e 15, ku ndodheshin sallat kryesore të mbledhjeve. Kishte njerëz me kostume pa asnjë rrudh, gra me taka të larta, burra me kravata të shtrenjta. Dhe kishte edhe njerëz që ajo nuk I njihte. Të huaj nga fytyrat dhe veshjet. Një mbledhje ndërkombëtare, mendoi. Nga ato që vendosin kontrata milionere, që lëvizin para nga njëra anë e botës në tjetrën, që ndryshojnë fatet e kompanive të tëra. Anisa e shtyu karrocën ngadalë, duke u përpjekur të mos tërhiqte vëmendjen. Kaloi pranë njërës prej sallave të mbledhjeve me derën gjysmë të hapur dhe dëgjoi zëra. Zëra në gjuhë të ndryshme. Anglisht, ndoshta. Apo frëngjisht. Nuk dinte ta thoshte. Dhe ishte një burr që përkthente gjithçka në shqip me zë të vendosur e profesional. Ajo ndaloi për një sekond, vetëm për të dëgjuar, sepse kishte diçka ma gjepsëse në të. Njerëz nga vende të ndryshme të botës, ulur në të njëjtën tavolinë, duke u përpjekur të kuptoheshin përmes fjalëve të dikujt tjetër. Ishte sikur përkthyesi të ishte një urë. Një urë e gjallë. Atëherë ndjeu një prani pranë saj. Laura. Vajza kishte dalë nga këndi I kafes dhe ishte aty, në këmbë, duke parë nga dera gjysmë e hapur me një shprehje që Anisa nuk ja kishte parë kur më parë. Përqendrim absolut. Sy të ngulitur. Frymëmarrje e ndalur. Anisa I bëri shenjë të kthehej, por Laura nuk lëvizi. Ishte sikur të ishte hipnotizuar nga tingulli I atyre zërave, I atyre fjalëve që kërcenin mes gjuhëve. Brenda në sallë, një burr fliste në një gjuhë guturale, plot me tinguj të ashpër. Përkthyesi përkthente në shqip, duke shpjeguar vlera, afate, kushte. Drejtorët shqiptar pohonin me kokë, mbanin shënime, bënin pyetje. Gjithçka dukej se po ecte mirë, derisa Laura, shumë ulët, pothuajse si një përshpërim, murmuriti diçka. Anisa nuk e kuptoi se çfarë ishte. Nuk I njohu fjalët. Por brenda në sallë, dikush e dëgjoi. Një burr me kostum të errët, flokë të thinjur e të krejur në mënyrë perfekte, me shprehje të ftohtë si akulli, ngriti dorën dhe kërkoi heshtje. Të gjithë pushuan së foluri. Ai u kthye nga dera dhe pyeti, në një shqipe me theks të huaj, se kush ishte jashtë. Zemra e Anisës u copëtua. E tërhoqi Laurën pas, u përpoq të largohej, por ishte tepër vonë. Dera u hap me forcë dhe një burr I gjatë, me kostum gri dhe shprehje të tërbuar, u shfaq në korridor. Anisa e njohu menjëherë. Artan Basha, drejtor ekzekutiv, një nga kokat e mëdha të kompanisë. Ai lloj burri që I shikon njerëzit dhe vendos, brenda gjysmë sekonde, se kush meriton respekt dhe kush meriton përbuzje. Dhe në atë moment, vështrimi I tij ishte përbuzje e pastër. Ai pa Anisën, karrocën e pastrimit, uniformën e vjetër. Pa Laurën, çantën e vjetër, sytë e frikësuar. Dhe diçka brenda tij u përdrodh nga neveria, sikur varfëria të ishte një sëmundje ngjitëse. Çfarë bëni këtu? Pyeti ai, por nuk ishte një pyetje e vërtetë. Ishte akuzë. Anisa u përpoq të shpjegonte, u përpoq të thoshte se thjesht po kalonte, se nuk po dëgjonte asgjë, se e bia kishte ardhur me të sepse nuk kishte ku të rrinte. Por fjalët I dilnin të ngatëruara, të dobëta, pa forcë. Frika po e gëlltiste nga brenda. Artani nuk donte të dinte. Filloi të fliste me zë të lartë, që të gjithë në sallë ta dëgjonin.
Tha se ajo ishte një mbledhje konfidenciale, se po diskutoheshin informacione sekrete, se prania e tyre aty ishte një shkelje e rëndë. Tha se Anisa po përgjonte, se po rrezikonte kontrata milionere, se do të pushohej nga puna në çast. Zëri i tij ishte si një brisk që priste ngadalë me kënaqësi. Anisa u dridh. Këmbët i u pren. Mendoi për qiran e prapambetur, për frigoriferin pothuajse bosh, për faturat që nuk arrinte t'i paguante. Mendoi për Laurën, për shkollën, për të ardhmen që ishte tashmë kaq e pasigurt. Dhe nuk arriti të thoshte asgjë. Vetëm qëndroi aty me kokën ulur, duke pritur goditjen përfundimtare. Atëherë Laura bëri një hap përpara. Nuk ishte një lëvizje rebelimi, nuk ishte pafytyrësi. Ishte instinkt. Instinkt për të mbrojtur të ëmën, për të mos e lënë vetëm përballë atij poshtërimi. Burri me flokë të thinjur, investitori i huaj, doli nga salla dhe u afrua. Ai e shikoi Laurën me kuriozitet, si dikush që shikon një enigmë. Ti ishe ajo që fole, pyeti ai në shqip, por me theks të fortë. Laura shikoi të ëmën, duke i kërkuar leje me sy. Anisa nuk dinte ç'të bënte, vetëm donte që gjithçka të mbaronte. Artani qeshi. Një e qeshur tallse, plot helm. Ky është një cirk, tha ai. Një fëmijë? Seriozisht? Do të humbim kohë me këtë? E gjithë salla priste. Priste turpin, sikletin, konfirmimin se njerëz si Anisa dhe Laura nuk i përkisnin atij vendi. Por Laura hapi gojen. Dhe ajo që doli prej andej ishte diçka që askush nuk e priste. Ajo foli në të njëjtën gjuhë si investitori. Rrjedhshëm. Pastër. Pa u belbëzuar. Tha se kishte një gabim në përkthim. Se vlerat ishin të ngatëruara. Se nuk ishte 15, por 50. Se gabimi ishte të shifrat dhe mund ta shkatëronte marrëveshjen. Heshtja që ra mbi korridor ishte e rëndë si plumb. Përkthyesi u zbe. Artani u përpoq të qeshte sërish, por tingulli i doli i mbytur. Investitori nuk ja hiqte syt Laurës. I kërkoi të përsëriste. Dhe ajo përsëriti. Pastaj ndryshoi gjuhë. Anglisht për të përmbledhur. Frëngjisht për të detajuar. Gjermanisht për të folur për afatet. Dhe pastaj të tjera. Mandarin. Japonisht. Rusisht. Italisht. Spanjisht. Një nga një, me qartësi, me kontekst, me qëllim. Nuk ishte përmendësh. Ishte kuptim i vërtet. Salla që më parë qeshte, tani nuk merrte dot frym. Artani u përpoq ta ndërpriste, u përpoq ta quante mashtrim, teatër, por investitori ngriti dorën dhe ai heshti. Burri u përkul para Laurës, duke u ulur në nivelin e saj, dhe e pyeti se si kishte mësuar të gjitha këto. Laura shikoi sërish të ëmën. Anisa, me syt plot lot, pohoi me kokë. Dhe atëherë Laura tregoi. Tregoi se i kishte mësuar vetë. Se përdorte internetin falas të bibliotekës kombëtare 15 minuta çdo herë, sepse ky ishte limiti. Se studionte çdo ditë pas shkollës, duke përsëritur fjalë, duke shkruar fraza, duke memorizuar tinguj. Se kthehej në radhë, priste sërish, studionte edhe 15 minuta të tjera. Se e bënte këtë prej vitesh, pa u ndalur, pa u dorëzuar. Dhe tregoi arsyen. Tha se donte të punonte në organizata ndërkombëtare kur të rritej. Se donte të ishte orë mes njerëzve që grinden sepse nuk kuptohen. Se donte t'u jepte za atyre që askush nuk i dëgjon. Dhe pastaj lëshoi fjalin që e çau sallën më dysh. Tha se studionte sepse nuk donte që ema të ishte e padukshme për gjithmonë. Sepse donte që një ditë dikush, diku, t'i shikonte ato të dyja dhe të shite se çfarë ishin në të vërtetë. Jo një pastruese dhe e bija. Por dy njerëz. Dy jetë. Dy botë të tëra. Investitori qëndroi në heshtje për një kohë të gjatë. Pastaj u ngrit, hyri në sallë dhe njoftoi se mbledhja pezullohej për një orë. Tha, para të gjithëve, se aty, në atë kompani, në atë vend, kompetenca nuk kishte klasë shoqërore. Se Anisa nuk kishte bërë asgjë të gabuar. Se ajo duhej t'i kthehej punës. Dhe se ai donte të fliste me nën e bi pas mbledhjes. Artani qëndroi në vend, me fytyrën të kuqe nga inati, por nuk tha asgjë. Nuk mund të thoshte asgjë. Jo në atë moment.
Anisa doli prej andej duke tërhequr Laurën për dore, pa e kuptuar nëse ishte shpëtuar apo dënuar. Këmbët i dridheshin aq shumë sa mezi ecte. Laura i mbante fort dorën së ëmës, duke u përpjekur t'i jepte forcë, duke u përpjekur t'i thoshte pa fjalë se gjithçka ishte në rregull, se ato do të ishin mirë. Por brenda gjoksit të vajzës kishte frikë. Frikë nga ajo që do të vinte më pas. Sepse e dinte, edhe pse ishte fëmijë, se sapo kishte sfiduar një njeri të fuqishëm. Dhe njerëzit e fuqishëm nuk i falin sfidat. Artan Basha qëndroi në korridor i vetëm me grushtet e shtrënguara. Në kokën e tij, kjo nuk mund të mbetej me kaq. Ai nuk do ta lejonte. Nuk do të lejonte që një pastruese dhe e bija ta poshtëronin para njerëzve të rëndësishëm. Ai do t'i jepte fund kësaj. Do të vërtetonte se gjithçka ishte gënjeshtër, inskenim, mashtrim. Dhe do t'i bënte të dyja të paguanin. Do t'i bënte të pendoheshin që kishin guxuar të ekzistonin në botën e tij. Lufta kishte filluar. Dhe Anisa as që e dinte. Pjesa tjetër e atij mëngjesi ishte e turbull. Anisa u përpoq t'i kthehej punës, u përpoq të përqendrohej te detyrat, por duart i dridheshin aq shumë sa e rrëzoi shishen e dezinfektantit 2 herë. Laura qëndroi e qetë në këndin e kafes, duke parë fletoren pa arritur t'i lexonte fjalët. Të dyja e dinin se diçka do të ndodhte. E ndjenin në ajër, në atë heshtje të rëndë që i paraprin stuhis. Dhe ndodhi. 2 orë më vonë, celulari i Anisës ra. Ishte një mesazh nga Sekretaria e Burimeve Njerëzore. Thirrje e menjëhershme. Zyra 305. Çështje urgjente. Zemra i ra në fund të këmbëve. Palosi leckën e dyshemes, hoqi dorezat, rregulloi uniformën. Zbriti në katin e tretë me këmbë të mpira, çdo shkallë i kushtonte një mundim të pamas. Trokiti në derën e zyrës dhe dëgjoi një zë të thatë që e urdhëroi të hynte. Zyra ishte e gjitha prej xhami dhe çeliku. Tavolinë e stërmadhe, karrige lëkure, kondicioner që të ngrinte shpirtin. Ulur pas tavolinës ishte Sonila Dervishi, menaxherja e burimeve njerëzore, një grua në moshë të mesme me fytyrë të ashpër siguri dhe sy që nuk puliteshin. Pranë saj, Artan Basha. Dhe në anën tjetër të tavolinës, një karrige bosh. Për Anisën. Një karrige që dukej si banka e të akuzuarit. Uluni, tha Sonila, pa e parë. Anisa u ul. Ndjeu të ftohtin e lëkurës përmes uniformës. Artani e shikonte me atë përbuzjen e zakonshme, por tani kishte diçka më shumë. Kënaqësi. Sikur të kishte fituar ende pa filluar betejë. Sonila hapi një dosje, nxori disa letra, i vendosi mbi tavolinë. Anisa Leka, filloi ajo, me zë burokratik, ju punoni këtu prej 9 vitesh e 8 muajsh, apo jo? Anisa pohoi me kokë. Zëri nuk i dilte. Sonila vazhdoi. Gjatë gjithë kësaj kohe, ju keni qenë gjithmonë një punonjëse e matur, pa probleme disiplinore, pa ankesa. Deri më sot. Anisa gëlltiti pështymën. Ajo që ndodhi sot ishte tejet e rëndë, vazhdoi Sonila. Ju sollët një fëmijë në ambientin e punës pa autorizim paraprak. Më keq akoma, ky fëmijë pati akses në informacione konfidenciale të një mbledhjeje strategjike ndërkombëtare. Kjo mund të konfigurohet si spionazh korporativ. Fjalët ranë sigur. Spionazh. Anisa u përpoq të fliste, të mbrojë, por Artani e ndërpreu. Ai u përkul përpara, duke mbështetur bëryllat në tavolinë dhe foli me atë zërin plot helm që e përdorte aq mirë. Ne e dim që ishte gjithçka e inskenuar, Anisa. Askush nuk beson se një fëmijë 9 vjeç, bija e një pastrueseje, flet të gjitha ato gjuhë. Ti e ke stërvitur, apo jo? E ke përdorur për të infiltruar, për të përfituar, për të bërë ndonjë lloj mashtrimi. Nuk e dim ende se cila është loja, por do ta zbulojmë. Anisa ndjeu lotët t'i digjnin në sy, por nuk i la të binin. Nuk është e vërtet, tha ajo, me zërin që i dridhej. Vajza ime ka mësuar vetë. Ajo studion në bibliotekë, është e zgjuar, meriton respekt. Artani qeshi. Një e qeshur e shkurtër, therse. Respekt? Ti do të flasësh për respekt? Ti, që hyre pa leje në një mbledhje konfidenciale, që rrezikove një kontratë prej 10 milionësh, që përdore të ndebi si mjet? Ti nuk meriton as të jesh këtu. Sonila ngriti dorën duke e ndërprerë.
Vendimi është marrë tashmë, tha ajo. Ju jeni e pezulluar për një javë, pa pagesë, ndërsa ne hetojmë ngjarjen. Nëse vërtetohet çdo parregullsi, pushimi nga puna me shkak të justifikuar do të jetë i pashmangshëm. Mund të shkoni. Anisa mbeti e paralizuar. Një javë pa rrogë. Një javë pa para. Qiraja që po i vinte. Dritat e papaguara. Frigoriferi bosh. Si do t'ja bënte? Si do të mbjetonte? Ajo doli nga ajo zyrë duke u lëkundur, me këmbët që i dridheshin, me shikimin e turbull. Unë gjit në katin e 12, ku priste Laura. Vajza pa fytyrën e së-ëmës dhe kuptoi gjithçka. Vrapoi drejt saj, e përqafoi fort, u përpoq t'i mbante lotët, por nuk ja doli. Të dyja qëndruan aty, të përqafuara në mes të atij këndi të ftohtë kafeje, duke qarë në heshtje, duke u përpjekur t'i jepnin forcë njëra tjetrës. Çfarë do të bëjmë, mami? Pyeti Laura me zërin e mbytur. Anisa nuk e dinte. Dinte vetëm se duhej ta mbronte të bien, se duhej të gjente një mënyrë, se nuk mund të dorëzohej. Por në atë moment, e përqafuar me të bien në një qoshe të një kompanie që e trajtonte si ple, ajo u ndje më e lodhur se kurrë. E lodhur së luftuari, e lodhur së qeni e padukshme, e lodhur së mos qeni e mjaftueshme. Ndërkohë, në një kat tjetër të godinës, investitori i huaj, Viktor Andersen, ishte ulur në zyrën që kompania i kishte vënë në dispozicion. Një burr i gjatë, me sy të çelët dhe një shprehje që rrallëherë zbulonte emocione. Ai kishte ndërtuar një perandori nga hiçi, kishte mbijetuar luftëra biznesi, kishte parë më të mirën dhe më të keqen e natyrës njerëzore. Por ajo që kishte parë atë mëngjes e shqetësonte në një mënyrë që nuk e kishte ndjerë prej vitesh. Inat që shite dik duke u shtypur vetëm sepse ishte i varfër. Inat që shite talentin duke u shpërdoruar nga paragjykimi. Inat që shite një njeri si Artani duke përdorur pushtetin për të poshtëruar ata që nuk mund të mbroheshin. Ai thiri asistentin e tij, Markun, një iri shqiptar efikas që punonte me të prej 3 vitesh. Marku, tha Viktori, kam nevojë të hetosh disa gjëra për mua. Së pari, dua të di gjithçka për atë vajzën. Laura, quhet. Fol me shkollën e saj, me bibliotekën që përmendi, me fqinjet, me mësuesit. Dua prova që ajo që tha është e vërtetë. Së dyti, heto Artan Bashën. Kontratat që ka miratuar, furnitorët që ka zgjedhur, gjithçka. Nëse ka diçka të gabuar, dua ta di. Marku pohoi me kokë dhe doli. Viktori mbeti vetëm në zyrë, duke parë nga dritarja qytetin poshtë. Ai e dinte se çdo të thoshte të gjykoheshe nga origjina. Ishte rritur i varfër, në periferi të Kopenhagenit, bir emigrantësh, duke folur danisht me theks të huaj. Ishte refuzuar, poshtëruar, nënvlerësuar. Derisa dikush i dha një shans. Një shans të vetëm. Dhe ai nuk e shpërdoroi. Tani, dekada më vonë, mund të bënte të njëjtën gjë për dikë tjetër. Mund të ishte shansi që dikujt i duhej. Marku punoi shpejt. Të nesërmen, tashmë kishte informacione. Shkoi në shkollën publike ku studionte Laura, një ndërtesë e vjetër me mure të qëruara dhe banka të gërvishtura. Bisedoi me drejtoreshën, me mësuesit, me shokët e klasës. Të gjithë thanë të njëjtën gjë, Laura ishte ndryshe. E qetë, e edukuar, studiuese. Nota gjithmonë të larta, sjellje shembullore. Dhe kishte diçka më shumë. Mësuesja e gjuhës shqipe i tregoi fletore të vjetra që Laura i kishte harruar në klasë. Fletore plot me fjalor në gjuhë të ndryshme, zgjedhime foljesh, fraza të përkthyera me dorë. Nuk ishte gjë e një fëmije normal. Ishte përkushtimi i dikujt që kishte një qëllim. Më pas, Marku shkoi në bibliotekën e qytetit, një ndërtesë e vjetër në qendër. Bibliotekarja, zonja Drita, një grua me flokë të bardha dhe buzëqeshje të butë, e mbante mend mirë Laurën. Ajo vajzë është një bekim, tha ajo, me sytë që i shkëlqenin. Vjen këtu çdo ditë, pa munguar kurrë. Qëndron në radhë për kompjuterin, duke pritur radhën me një durim që nuk e kam parë kurrë te një fëmijë. I përdor 15 minuta duke studiuar, pastaj kthehet në fund të radhës. E kam humbur numërimin se sa herë e ka bërë këtë. Dhe e dini çfarë më bën më shumë përshtypje? Ajo gjithmonë falenderon. Gjithmonë thot mirëmëngjes, gjithmonë i kthen librat në vendin e duhur. Të mëson më shumë edukat se shumë të rritur. Marku shënonte gjithçka.
Kërkoi të shihte regjistrin e përdorimit të kompjuterëve. Aty ishte ditë pas dite, javë pas jave, vit pas viti, Laura Leka. 15 minuta akses. Faqe interneti për mësimin e gjuhëve, fjalor online, video edukative. Një gjurmë digjitale për kushtimit të pastër. Marku fotografoi regjistrat, falenderoi dhe u largua. Rrugës për t'u kthyer, ai vendosi të kalonte nga lagja e thjeshtë ku jetonin Anisa dhe Laura. Ishte një grup shtëpish modeste, disa prej tullave, të tjera prej druri, rrugë të pasfaltuara dhe tela elektrik që kryqëzonin qiellin si rjeta merimange. Ai ndaloi makinën dhe zbriti, duke tërhequr vëmendjen e të gjithëve. Kostum i bukur, makinë e shtrenjtë, në atë vend ishte sikur të kishte zbritur një alien. Por ai nuk e vuri re. Pyeti për Laurën dhe një djalë rreth 10 vjeç i tregoi një pemë në mes të lulishtes. Aty ishte ajo. Ulur nën hije, me copa kartoni të shpërndara në tokë, duke i mësuar anglisht një grupi prej 4 fëmijësh. Fjalët ishin shkruar me stilolaps të zakonshëm, shkronja të shtrembra por të lexueshme. Dog. Cat. Hose. 3. Fëmijët përsërisnin duke qeshur, duke u ngatëruar me shqiptimin dhe Laura i korrigjonte me durim, duke u treguar se si duhej të lëvizte goja, si duhej të dilte tingulli. Marku qëndroi aty, i fshehur pas një shtylle, duke vëzhguar. Ajo vajzë nuk e mbante dijen për vete. E shpërndante. Si dikush që ndan bukën. Ai u kthye në godinë dhe ia dorëzoi gjithçka Viktorit. Raport i plot, foto, dëshmi, regjistra. Viktori lexoi çdo fjalë në heshtje. Kur mbaroi, mbylli dosjen dhe qëndroi duke parë murin për një kohë të gjatë. Pastaj, tha vetëm një gjë, dua të flas me to me nënën dhe bijën. Nesër, në zyrën time. Dhe dua që Artani të mos e di. Të nesërmen, Anisa mori një telefonat. Një numër i panjohur. Ajo gati nuk u përgjigj, duke menduar se ishte ndonjë kompani për mbarimi, por diçka e bëri ta pranonte. Ishte Marku. Ai u prezantua, shpjegoi se kush ishte dhe i bëri ftesën. Zoti Andersen do të donte të bisedonte me ju dhe vajzën tuaj. Nesër, në orën 10 të mëngjesit. Është e rëndësishme. Anisa nuk e kuptoi. Pse? Çfarë donte ai? Marku nuk dha detaje. Vetëm tha se ishte një mundësi. Dhe e mbylli. Anisa e kaloi natën pa gjumë. Mos ishte për ta poshtëruar sërish? Për ta paditur? Për t'i nxjerrë një rrëfim për diçka që nuk ekzistonte? Ajo nuk e dinte. Por nuk mund të refuzonte. Thellë, një pjesë e saj, e vogël dhe pothuajse e shuar, ende kishte shpresë. Shpresë se bota nuk ishte vetëm mizori. Se dikush, diku, mund të shihte atë që shihte ajo kur shikonte Laurën. Potencial. Të ardhme. Dritë. Në ditën e caktuar, të dyja hynë në godinë nga dera kryesore. Jo nga dera e shërbimit. Nga përpara. Anisa i mbajti fort dorën Laurës dhe të dyja u ngjitën në katin e 20, ku ndodhej zyra e përkohshme e Viktorit. Marku i priti me një buzëqeshje të butë dhe i çoi në sallë. Viktori ishte në këmbë, duke parë nga dritarja. Kur ato hynë, ai u kthye. Ju lutem, uluni, tha ai, në shiv. Të dyja u ulën. Laura me çantën në prehër, Anisa me duart që i dridheshin. Viktori u ul përballë tyre, pa tavolinë në mes, pa bariera. Unë hetova, filloi ai, duke e parë drejt e në sy Laurën. Bisedova me mësuesen tënde, me bibliotekaren, me njerëz nga lagja jote. Dhe zbulova se gjithçka që the ishte e vërtetë. Ti je e vërtetë. Talenti yt është i vërtetë. Dhe guximi yt gjithashtu. Laura nuk tha asgjë. Vetëm shikoi të ëmën duke kërkuar siguri. Anisa i shtrëngoi dorën së bijës më fort. Viktori vazhdoi. Unë dua të bëj një propozim. Një bursë të plot në një shkollë private të shkëlqyer. Materiale shkollore të plota. Mbështetje për të zhvilluar talentin tënd. Dhe e gjithë kjo pa ju ndarë ju të dyja. Nëna jote vazhdon të punoj këtu nëse dëshiron, por në një funksion tjetër. Ose mund të kërkoj diçka tjetër. Ju vendosni. Unë vetëm dua t'i jap asaj atë që bota po përpiqet t'ia mohoj, një shans. Anisa nuk mundi t'i mbante.
Lotët i ranë, pa kontroll, duke i lagur fytyrën, duke i rrjedhur nëpër mjekër. Laura përqafoi të ëmën, duke qarë gjithashtu, dhe të dyja qëndruan aty, të përqafuara, duke çliruar vite shtrëngimi, lufte, lodhjeje. Viktori priti. Ai nuk i nxitoi, nuk i ndërpreu. Vetëm priti. Kur të dyja u qetësuan, Anisa e shikoi dhe e pyeti, me zërin e mbytur, pse? Pse po e bëni këtë? Viktori buzëqeshi. Një buzëqeshje e vogël, pothuajse e trishtuar. Sepse dikush e bëri këtë për mua, shumë kohë më parë. Dhe sepse pash në sytë e vajzës suaj diçka që është tepër e rrallë për t'u shpërdoruar. Zjarr. Ai lloj zjarri që e ndryshon botën, nëse e lëm. Anisa pranoi. Pranoi duke u dridhur, duke besuar dhe dyshuar në të njëjtën kohë, por pranoi. Laura buzëqeshi për herë të parë pas shumë ditësh. Një buzëqeshje e vërtet, nga ato që ndriçojnë të gjithë fytyrën. Dhe në atë moment, në një zyrë në katin e 20 të një godine që gjithmonë i kishte injoruar, të dyja ndjen diçka që nuk e kishin ndjer prej shumë kohësh. Shpresë. Por lufta e Artanit ende nuk kishte mbaruar. Përkundrazi. Ajo sapo kishte filluar. Ai tashmë kishte përhapur thashë theme në të gjithë kompaninë. Histori të sajuara, gënjeshtra të thëna bukur, helm i distiluar. Se Anisa po përdorte të bien për të joshur burra të rëndësishëm. Se ishte mashtrim. Se ishte inskenim. Se asgjë nga ato nuk ishte e vërtetë. Dhe shumë njerëz e besuan. Sepse është gjithmonë më e lehtë të besosh më të keqen për ata që janë tashmë poshtë. Artani e dinte këtë. Dhe e përdorte si armë. Ai nuk do t'i linte të dyja të fitonin. Jo për sa kohë të kishte pushtet. Dhe ai ende kishte shumë pushtet. Shkolla e re ishte gjithçka që Laura nuk e kishte imagjinuar kurrë. Ndërtesë e stërmadhe, e lyer me të bardhë, me kopshte të gjelbra që dukeshin si tapete. Klasa me kondicioner, tabela digjitale, kompjuter për çdo nxënës. Bibliotekë me mira libra, palestër e mbuluar, laborator shkencor. Ishte si të hyje në një ëndër. Por ëndrat ndonjëherë kanë makthe të fshehura brenda tyre. Ditën e parë, Anisa e çoi Laurën deri te porta. Të dyja u përqafuan fort dhe Anisa i përshpëriti në vesh së bijës, ti meriton të jesh këtu. Mos se haro kur këtë. Laura pohoi me kokë dhe hyri. Çanta e vjetër i rëndonte në shpinë, por ajo e mbajti kokën lart. Eci nëpër korridoret e gjera, duke vëzhguar fëmijët e tjerë. Rroba firmato, atlete të shtrenjta, çanta që kushtonin sa rroga mujore e Anisës. Laura ndjeu humnerën mes saj dhe asaj bote. Një humner që asnjë bursë studimi nuk mund ta mbushte. Mësuesja e prezantoi para klasës. Kjo është Laura, shoqja jonë e re. Le ta presim me dashuri. Duartrokitje të edukuara. Buzëqeshje plastike. Laura u ul në bankën që i treguan, nxori kutinë e lapsave nga çanta dhe u përpoq të përqendrohej në mësim. Por ndjente vështrime. Vështrime që gjykonin, që matnin, që peshonin. Gjatë pushimit, qëndroi vetëm në një qoshe të oborrit. Askush nuk u afrua. Askush nuk i ofroi bisedë. Ajo ishte një trup i huaj në atë organizëm të përsosur. Dhe trupat e huaj gjithmonë refuzohen. Në ditët në vijim, situata u përkeqësua. Fëmijët, bijtë të drejtorëve, mjekëve, avokatëve, filluan të përsërisnin atë që dëgjonin në shtëpi. Histori të shtrembëruara për pastruesen që përdori të bien për të mashtruar njerëz të rëndësishëm. Për vajzën që shtirej se dinte gjuhë të huaja. Për mashtrimin që gati funksionoi. Artani e kishte bërë punën e tij. Kishte mbjell farat e paragjykimit. Dhe ato po mbinin. Laura, ulur vetëm në kohën e drekës, dëgjonte përshpërima. Shikoje rrobat e saj. Duhet të jenë donacion. Vëbas që as nuk lahet siç duhet. Thonë se ëma pastron banja. Sa ne veri. Fjalët ishin thika të vogla që prisnin ngadalë duke grumbulluar plagë. Laura hante sanduiçin që i kishte bërë ëma, bukë e thjesht me gjalp dhe shtirej sikur nuk dëgjonte. Por dëgjonte. Çdo fjalë. Çdo të qeshur. Çdo vështrim për buzës. Një ditë, gjatë orës së anglishtes, mësuesja i kërkoi Laurës të lexonte një tekst me zë të lartë. Laura lexoi. Rrjedhshëm, me shqiptim perfekt, pa u penguar.
Mësuesja e lavdëroi e impresionuar. Por kur Laura u kthye në bankë, gjeti një letër të zhubravitur brenda çantës. Duhet ta ketë mësuar përmendësh. Po përpiqet të na mashtroj sërish. Ajo e futi letrën në xhep dhe vazhdoi mësimin. Por dora i dridhej. Situata arriti kulmin një të martë me shi. Laura e kishte lënë çantën në një qoshe të klasës ndërsa shkoi në banjë. Kur u kthye, gjeti fletoret e saj të hedhura në dysheme, faqet të grisura, fjalorin e vjetër që ishte thesari i saj i shkelur me këmbë, me kopertinën të bërë me baldh. 3 vajza ishin aty pranë, duke qeshur. Shiko, u prish. Ashtu si historia e saj. Gjithçka false. Laura u përkul, mblodhi copat, u përpoq t'i mbante lotët. Mësuesit kalonin nëpër korridor, por nuk shihnin. Ose shtiresheshin sikur nuk shihnin. Sepse, thellë, edhe ata dyshonin. Edhe ata mendonin se Laura nuk i përkiste atij vendi. Nëse do të ishit në vendin e Laurës, do t'i denonconit sulmet apo do t'i mbanit për vete për të mos shqetësuar nënën tuaj? Na tregoni në komente. Atë natë, Anisa e vuri re ndryshimin. Laura, që gjithmonë fliste për shkollën, tani u përgjigjej të gjitha pyetjeve me një fjalë. Gjithçka në rregull, bija ime? Po. Si ishte mësimi? Mirë. Bëre miq? Jo. Përgjigjja erdhi e thatë, pa emocion. Anisa u përpoq të këmbëngulte, por Laura tha se ishte e lodhur dhe shkoi në dhomë. Ushtri në krevat, përqafoi jashtëkun dhe qau në heshtje, që të mos e dëgjonte e ama. Qau për padrejtësinë, për vetmin, për ndjesinë se kur nuk ishte e mjaftueshme. Qau sepse kishte vërtetuar se ishte e aftë, por bota ende e trajtonte si mashtruese. Anisa qëndroi në dhomën e ndenjes, duke parë derën e mbyllur të dhomës, duke ndjerë zemrën t'i shtrëngohej. Ajo e dinte se diçka nuk shkonte. E njihte të bien shumë mirë për të mos e kuptuar. Por nuk dinte si ta ndihmonte. Si ta mbronte Laurën nga një armik i padukshëm që ishte brenda asaj shkolle, i maskuar si edukim dhe mundësi. Ditët zvarriteshin. Laura vazhdonte të shkonte në shkollë, por çdo mëngjes ishte një betejë. Zgjoi herët, vishte uniformën, rregullonte çantën dhe dilte nga shtëpia me një peshë në gjoks që nuk duhej të ekzistonte te një fëmijë 9 vjeç. Anisa e çonte deri te porta, e përqafonte fort dhe i thoshte të njëjtat fjalë, ti meriton të jesh këtu. Por fjalët filluan të tingëllonin boshe. Sepse Laura nuk ndihej e denjë për asgjë. Vetëm ndihej e lodhur. Një javë më vonë, situata shpërtheu. Laura ishte në bibliotekën e shkollës duke studiuar vetëm, kur një grup djemsh u afruan. Ata kishin dëgjuar prindërit të komentonin për skandalin në kompani. Për pastruesen dhe të bien. Për investitorin që kishte rënë prej e mashtrimit. Njëri nga djemt, djali i një drejtori mik i Artanit, e preku Laurën në sup hej, mashtruese. Sa po fiton nëna jote me këtë? Laura nuk u përgjigj. Vetëm vazhdoi të shikonte librin. Por djali këmbënguli. Vëbas që të ka stërvitur, apo jo? Të ka detyruar ti mësosh përmendësh. Që të pasuroheni. Parazite. Laura e mbylli librin me forcë. U ngrit, e shikoi djalin dhe tha, me zë të vendosur, nëna ime kur nuk më ka stërvitur. Unë kam mësuar vetë. Dhe ne nuk jemi parazite. Jemi punëtore. Djali qeshi. Punëtore? Nëna jote pastron banja. Kjo nuk është punë. Është dështim. Laura ndjeu diçka të këputej brenda saj. Ngriti dorën dhe i dha një shuplak djalit në fytyrë. Nuk ishte e fortë, ishte instinktive. Por ishte e mjaftueshme. Djali bërtiti. Mësuesit erdhen me vrap. Laurën e quan në drejtori. Anisën e thirrën. Kur arriti në shkollë, gjeti të bien ulur në një karrige me syt e kuq dhe fytyrën e mbyllur. Drejtoresha shpjegoi ngjarjen. Dhuna nuk tolerohet këtu, tha ajo me zë të ashpër. Laura do të pezullohet për 3 ditë. Anisa u përpoq të shpjegonte, të tregonte për bullizmin, për provokimet, por drejtoresha e ndërpreu. Nuk ka rëndësi arsyeja. Dhuna është dhunë. Anisa doli prej andej duke mbajtur dorën e Laurës, duke u dridhur nga inati dhe pafuqia. Të dyja u kthyen në shtëpi në heshtje.
Kur hyn në dhomën e vogël që ishte bota e tyre, Laura më në fund u shpërbë. Më fal, mami. Më fal që e godita. Më fal që dështova. Anisa e përqafoi të bien fort dhe i tha, ti nuk dështove. Ti u mbrojte. Dhe kjo kur nuk do të jetë gabim. Por atë natë, ndërsa Laura flinte, Anisa mori një vendim. U ul në tavolinën e kuzhinës me një filxhan çaj të ftohtë në duar dhe mendoi për gjithçka. Për poshtërimin, për pezullimin, për bullizmin, për vetminë e së bijës. Dhe arriti në përfundimin se nuk ja vlente. Preferonte varfërinë me paqe sesa fitoren me vuajtje. Preferonte Laurën të lumtur në një shkollë publike sesa të shkatëruar në një shkollë elite. Të nesërmen do t'i telefononte asistentit të investitorit dhe do të refuzonte bursën. Do ta hiqte Laurën nga ai vend. Do ta mbronte, edhe nëse kjo do të thoshte të hiqte dorë nga e ardhmja e ndritur që i ishte ofruar. Por para se të bënte telefonatën, të nesërmen në mëngjes, celulari ra. Ishte një numër nga kompania. Anisa u përgjigj me zemrën që i rrite fort. Një zë femëror i edukuar tha se ajo dhe Laura duhet të paraqiteshin në kompani në orën 10 të mëngjesit. Prania e detyrueshme. Çështje urgjente. Anisa pyeti për arsyen, por gruaja vetëm përsëriti, prania e detyrueshme. Dhe e mbylli. Frika u kthye. Anisa shikoi Laurën që po hante mëngjes dhe mendoi, po tani? Çfarë duan? Mos do të na padisin për shuplakën? Mos do të na heqin bursën? Mos do të na fajsojnë sërish për gjithçka? Ajo nuk kishte përgjigje. Kishte vetëm frikë. Dhe lodhje. Dhe atë ndjesin se po e shtynin drejt një gremine pa e ditur se çfarë kishte në fund. Të dyja u bën gati në heshtje. Anisa veshi rrobat më të mira që kishte, një palë pantallona të zeza dhe një bluzë të bardhë të thjeshtë. Laura veshi uniformën e shkollës, sepse nuk kishte rroba të tjera të mira. Morën autobusin dhe shkuan në Godin. Hyn sërish nga dera kryesore, por këtë herë pa shpresë. Vetëm me dorëheqje. Roja i sigurisë i drejtoi për në auditorin kryesor në katin e 22. Kur arritën atje, Anisa mbeti e paralizuar. Auditori ishte plot. Drejtor, menaxher, delegacione ndërkombëtare. Njerëz me kostume, njerëz të rëndësishëm, njerëz që vendosnin gjëra të mëdha. Dhe në qendër të gjithçkaje, në sken, Viktor Andersen. Ai i pa të hynin dhe u bëri shenjë të afroheshin. Anisa i mbajti dorën Laurës dhe eci nëpër korridorin qendror, duke ndjerë vështrimet që rëndonin mbi to ulën në karriget që u tregoi Marku në rreshtin e parë. Laura dridhej. Anisa gjithashtu. Çfarë po ndodhte? Pse kaq shumë njerëz? Pse kaq shumë teatr? Viktori ju afrua mikrofonit dhe filloi të fliste. Zonja dhe zotërinj, kemi një problem. Mbledhja përfundimtare për të mbyllur kontratën ndërkombëtare zhvillohet pas një ore. Përkthyesi zyrtar nuk ka ardhur. Ka pasur një problem të paparashikuar dhe nuk ka arritur të vijë në kohë. Na duhet dikush për ta zëvendësuar. Dikush që flet shumë gjuhë rrjedhshëm. Dikush i besueshëm. Një murmurim përshkoi auditorin. Artani, ulur në një nga rreshtat e mesit, u ngrit. Mund ta shtyjmë mbledhjen, sugjeroi ai me zë të tensionuar. Nuk mund të rrezikojmë një kontratë të kësaj përmase me improvizim. Viktori e shikoi me ata sytë e ftohtë. Improvizim? Interesante që përdorni këtë fjalë. Para një ore thoshit se vajza ishte një mashtrim. Tani thoni se nuk ka aftësi. Cili nga të dy versionet është i vërtet, Artan? Auditori heshti. Artani u zbe. U përpoq të përgjigjej, por fjalët nuk i dolën. Viktori vazhdoi. Unë besoj në dhënien e mundësive reale. Në testimin e kompetencës pa paragjykime. Dhe për këtë arsye do të ftoj Laurën të jetë përkthyesja jonë sot. Nëse ajo pranon, sigurisht. Të gjitha vështrimet u kthyen nga vajza. Laura shikoi të ëmën me sytë e zgurdulluar nga frika. Anisa i mbajti fytyrën së bijës me të dyja duart dhe i tha, me zërin e mbytur, ti ja del, dashuria ime. E di që ja del dhe unë jam këtu. Gjithmonë do të jem këtu. Laura mori frym thellë. Shikoi Viktorin. Shikoi auditorin plot me njerëz që dyshonin tek ajo.
Dhe pastaj, me zërin që i dridhej por të vendosur, tha, pranoj. Auditori shpërtheu në murmurima. Artani u përpoq të protestonte, por Viktori ngriti dorën dhe e heshti. Mbledhja fillon pas 30 minutash. Laura do të ketë akses të dokumentet tani për t'u përgatitur. Dhe atëherë do të shohim një herë e mirë nëse kompetenca ka klasë shoqërore apo jo. Marku e çoi Laurën në një dhomë anësore, i dorëzoi dokumentet e negociatave, i shpjegoi kontekstin. Laura lexoi gjithçka me vëmendje, duke mbajtur shënime, duke memorizuar terma teknik. 30 minuta më vonë, u kthye në auditor. Dhe filloi e pamundura. Për më shumë se një orë, Laura përktheu negociata mes drejtorëve shqiptar, investitorëve evropian, përfaqësuesve aziatik. Shqip, anglisht, frëngjisht, gjermanisht, mandarin. Ndryshonte gjuhë me natyrshmëri, ruante kontekstin, kapte nuancat, përshtaste tonin. Nuk ishte robotike. Ishte e saktë. Drejtorët e huaj filluan të shikonin njëri tjetrin, të impresionuar. Njëri prej tyre, një zotëri japones me flokë të bardha, i bëri një pyetje teknike direkt Laurës në japonisht duke e testuar. Laura u përgjigj, rrjedhshëm, me respektin e duhur kulturor. Burri buzëqeshi dhe pohoi me kokë, duke e miratuar. Mbledhja rodhi. U diskutuan shifra, u rregulluan klauzola, u ranë dakord për afate. Dhe në fund, kontrata u mbyll. 10 milion lekë. U mbyll me ndihmën e një vajze 9 vjeçe që bota përpiqej ta fshinte. Kur u vendos nënshkrimi i fundit në letër, drejtorët e huaj u ngritën dhe e duar trokitën Laurën. Një nga një, e përshëndetën, e falenderuan, e lavdëruan. I gjithë auditori u ngrit në këmbë. Edhe ata që dyshonin, tani duar trokisnin. Përveç njërit. Artan Basha. Ai ishte ulur, me fytyrën të bardhë, me grushtet e shtrënguara, duke e ditur se kishte humbur. Laura zbriti nga skena dhe vrapoi drejt së ëmës. Të dyja u përqafuan, duke qarë, duke qeshur, duke u dridhur. Anisa i pëshpëriti në vesh së bijës, gjithmonë e kam ditur. Gjithmonë e kam ditur që ishe e veçantë. Laura e futi fytyrën në supin e së ëmës dhe tha, unë vetëm doja që ti të ishe krenare. Dhe Anisa, me zërin e thyrë, u përgjigj, unë gjithmonë kam qenë krenare. Që nga dita e parë. Viktori kërkoi që të gjithë të ftuarit e huaj të largoheshin. Kur auditori u zbraz, duke mbetur vetëm punonjësit e kompanisë, ai urdhëroi të mbylleshin dyrë. Tani, tha ai, me zë therrës, do të trajtojmë një çështje tjetër. Dhe Artani, që tashmë po ngrihej për të dalë, ndjeu tokën t'i zhdukej nën këmbë. Lufta kishte mbaruar. Dhe ai kishte humbur. Projektori u ndez, duke ndriçuar ekranin e stërmadh pas Viktorit. Salla u errësua dhe heshtja që u vendos ishte e dendur, e ngarkuar me pritshmëri dhe frikë. Artani vazhdonte të ishte në këmbë, i ndalur në mes të korridorit mes rreshtave të karrigeve, sikur të kishte harruar si të lëvizte. Viktori e shikoi për një moment të gjatë dhe në atë vështrim kishte diçka që të gjithë e njohën, drejtësia po vinte. Gjatë 2 javëve të fundit, filloi Viktori, me zë të qetë por therrës, ekipi im hetoi disa parregullsi që më tërhoqën vëmendjen. Kontrata të miratuara pa tenderim të duhur. Furnitor fantazm që merrnin pagesa milionere. Mbifaturim në punime që nuk u përfunduan kurrë. Dhe e gjithë kjo e lidhur me një person. Ai tregoi ekranin. U shfaq dokumenti i parë. Një kontratë e nënshkruar nga Artan Basha që miratonte blerjen e pajisjeve me një vlerë 3 herë më të lartë se tregu. Artani u përpoq të fliste, por zëri i doli i ngjirur, i mbytur. Kjo është gënjeshtër. Manipulim. Viktori as nuk e shikoi. Vazhdoi. Furnitori i kësaj kontrate, tha ai, duke treguar emrin në ekran, është një kompani që ekziston vetëm në letër. Nuk ka seli fizike, nuk ka punonjës, nuk ka histori. Por ka marrë 15 milion lekë në 2 vitet e fundit. Dhe e dini kush është pronari i vërtet i kësaj kompanie? U shfaq një dokument tjetër. Regjistrime bankare, transferta, emra. Njëri prej tyre ishte i një kushëriri të Artanit. Tjetri i një ish ortaku. Të gjithë të lidhur me të. Auditori ishte në shok. Drejtorët që më parë qeshnin dhe pajtoheshin me Artanin, tani e shikonin me neveri dhe mosbesim. Viktori vazhdoi të ekspozonte dokument pas dokumenti.
kontrata mashtruese, pagesa të devijuara, miratime që kishin shkelur të gjitha protokollet. Dhe në qendër të gjithçkaje, Artan Basha dhe Sonila Dervishi, menaxherja e burimeve njerëzore, duke punuar së bashku për të përfituar në kurriz të kompanisë. Sonila, që ishte ulur 3 rreshta më pas, u përpoq të ngrihej dhe të dilte, por rojet e sigurisë bllokuan daljen. Ajo mbeti në vend, e zbeth, duke u dridhur. Viktori tregoi mesazhe të shkëmbyera mes saj dhe Artanit. Biseda se si t'i fshinin skemat, si t'i heshnin ata që dyshonin, si ta përdornin pushtetin për të shtypur çdo kërcënim. Dhe kishte më shumë. Mesazhe për Anisën dhe Laurën. Plane për t'i shpifur, për të përhapur gënjeshtra, për të shkatëruar reputacionin e tyre para se dikush të besonte historinë e vajzës. Shikoni çfarë është thënë këtu, lexoi Viktori me zë të lartë, duke treguar një mesazh në ekran. Nëse e lëm këtë pastruesen dhe të bien të fitojnë, bëhet precedent. Të tjerë do të duan të ngjiten gjithashtu. Duhet t'i japim fund kësaj shpejt. Duhet të duket sikur janë mashtruese, sikur e kanë skenuar gjithçka. Askush nuk duhet t'i besoj. Viktori ndaloi së lexuari dhe e shikoi drejt e në sy Artanin. Ju nuk kishit frikë nga mashtrimi. Kishit frikë nga e vërteta. Frikë se një vajzë e varfër ishte më kompetente se ju. Frikë se bota do të zbulonte se klasa shoqërore nuk përcakton vlerën. Artani u përpoq të mbrojej. Filloi të fliste shpejt, i pa kontrolluar, duke shpikur justifikime, duke fajsuar të tjerët, duke u përpjekur të minimizonte. Por çdo fjalë që i dilte nga goja vetëm sa e përkeqësonte gjithçka. Viktori priti të mbaronte. Pastaj, me atë qetësinë e frikshme, tha, Artan Basha, ju jeni i pushuar nga puna me shkak të justifikuar, me efekt të menjëhershëm. Procese penale do të hapen kundër jush dhe kundër Sonila Dervishit. Autoritetet tashmë janë njoftuar. Roja sigurie, ju lutem, shoqëroni këta 2 persona jashtë godinës. Artani mbeti i paralizuar. Shikoi përreth, duke kërkuar mbështetje, duke kërkuar dikë që të thoshte se kjo ishte një egzagerim, se ai nuk e meritonte këtë. Por askush nuk foli. Askush nuk u ngrit për ta mbrojtur. Sepse të gjithë e dinin. Të gjithë i kishin parë provat. Dhe shumë, thellë, ishin të lehtësuar që dikush më në fund pati guximin të bënte atë që ishte e drejtë. Rojet u afruan. Artanin e shoqëruan jashtë, duke u lëkundur, me fytyrën të kuqe nga inati dhe poshtërimi. Sonila shkoi pas, duke qarë, duke u përpjekur të fshite fytyrën me duar. Kur dyert u mbyllën, Viktori u kthye nga pjesa tjetër e auditorit. Tani, tha ai, me zë më të butë, le të flasim për ndryshime. Kjo kompani ka toleruar paragjykimin, abuzimin me pushtetin dhe korrupsionin për një kohë tepër të gjatë. Kjo mbaron sot. Që tani e tutje, kompetenca do të jetë kriteri i vetëm që ka rëndësi. Nuk më intereson nga vini, sa para kanë prindërit tuaj, apo çfarë mbiemri mbani. Më intereson çfarë dini të bëni. Dhe kush nuk pajtohet me këtë, mund të largohet tani. Askush nuk lëvizi. Askush nuk doli. Viktori shikoi Anisën, që ishte ulur në rreshtin e parë me Laurën pranë. Anisa Lejka, tha ai, për 9 vite ju e keni pastruar këtë godinë me përkushtim, pa u ankuar, pa kërkuar njohje. Por unë pash diçka të ju që shumë nuk e pan. Këmbëngulje. Dinitet. Dashuri për vajzën tuaj. Dhe për këtë arsye që sot ju nuk do të punoni më në pastrim. Ju do të drejtoni ekipin e shërbimeve të përgjithshme të kësaj kompanie, me rrogë të përshtatshme, përfitime të plota dhe respektin që gjithmonë duhet ta kishit marrë. Anisa nuk mundi ta besonte. Shikoi Viktorin, pastaj Laurën, pastaj sërish atë. Seriozisht? Ishte gjithçka që arriti të pyeste. Viktori buzëqeshi. Plotësisht seriozisht. Ju e vërtetuat se e meritoni. Dhe vajza juaj vërtetoi se talenti nuk ka adresë fikse. Të dyja meritoni të shiheni. Dhe tani do të shiheni. Auditori duartrokiti. Nuk ishte ajo duartrokitja e edukuar dhe false e fillimit. Ishin duartrokitje të vërteta nga njerëz që kishin dëshmuar diçka të rrallë. Drejtësi që ndodhte në kohë reale. Laura e përqafoi të ëmën me aq forcë sa gati e rrëzoi nga karrigia. Të dyja qanë sërish, por këtë herë nuk ishte qarje dhimbjeje. Ishte qarje lehtësimi, fitoreje, e të qenit më në fund në gjendje të merrnin frym pa frikë.
Anisa i përshpëriti në vesh së bijës, ja dolëm, dashuria ime. Ja dolëm. Dhe Laura, me zërin e mbytur, u përgjigj, jo, mami. Ti ja dole. Ti gjithmonë ke qenë e fortë. Unë vetëm mësova prej teje. Në ditët që pasuan, jeta e tyre ndryshoi. Anisa filloi në postin e ri dhe megjithse ishte e frikshme në fillim, ajo zbuloi se kishte talent për të udhëhequr. Njihte çdo cep të asaj godine, njihte çdo punonjes të pastrimit, dinte se çfarë duhej përmirësuar. Dhe, për herë të parë, kishte pushtetin për t'i bërë këto përmirësime. Rriti rrogat, përmirësoi kushtet e punës, krijoi programe trajnimi. Ekipi që më parë ishte i padukshëm, tani vlerësoi. Dhe e gjithë kjo sepse dikush më në fund i kishte dhënë Anisës shansin të tregonte se çfarë ishte e aftë të bënte. Laura u kthye në shkollën private, por këtë herë ishte ndryshe. Viktori kishte biseduar personalisht me drejtoreshën, duke e bërë të qartë se bullizmi nuk do të tolerohej. Disa nxënës ende mbanin distancë, ende shikonin me mosbesim, por të tjerë filluan të afroheshin. Një vajzë e quajtur Bora, bija e një biznesmeni, që kishte parë në heshtje gjithçka që Laura kishte vuajtur, më në fund pati guximin t'i kërkonte falje. Unë isha frikacake, tha ajo, me zërin që i dridhej. Pash çfarë të bën dhe nuk bëra asgjë. Më fal. Laura e shikoi për një moment të gjatë. Pastaj, me një buzëqeshje të vogël por të sinqertë, tha, në rregull. Por tani mund të bësh ndryshe. Mund të ndihmosh kur të shohësh dikë që vuan. Sepse të qëndrosh në heshtje është gjithashtu një zgjedhje. Bora pohoi me kokë dhe, që nga ajo ditë, u bë shoqe me Laurën. Nuk ishte një miqësi e lehtë, sepse vinin nga botë të ndryshme, por ishte e vërtetë. Dhe pak nga pak, fëmijë të tjerë ju bashkuan. Laura pushoi se qeni një objektiv i vetmuar dhe u kthye në një simbol. Jo i një mrekullie, siç u përpoqën ta pikturonin disa. Por i një mundësie. I asaj që ndodh kur talenti gjen shansin që meritonte që në fillim. Muajt kaluan. Viktori krijoi një program bursash studimi për fëmijët me të ardhurat të ulta, në partneritet me shkollat publike dhe bibliotekat. Programi quhej Urat, sepse ideja ishte të ndërtoheshin ura mes botëve që gjithmonë kishin qenë të ndara. Laura u zgjodh si ambasadore. Një të shtunë me shi, ajo u ngjit në skenën e një auditori plot me student, mësues dhe prindër dhe tregoi historinë e 15 minutave të internetit. Tregoi për radhën në bibliotekë, për fletoren e zhubravitur, për ëndrrën që dukej tepër e madhe për një dhomë të vogël. Dhe pastaj lëshoi fjalinë që mbeti e gdhendur në kujtesën e të gjithë atyre që ishin aty, talenti ekziston kudo. Në lagjet e varfra, në periferi, në vendet që askush nuk i shikon. Por mundësia jo. Dhe kjo është ajo që duhet të ndryshojë. Unë nuk jam e veçantë sepse flas gjuhë të huaja. Jam me fat që pata shansin të mësoj. Dhe ky fat duhet të ishte e drejtë e të gjithëve. Publiku u ngrit në këmbë dhe duartrokiti për 5 minuta rresht. Anisa, ulur në rreshtin e parë, çante aq shumë sa mezi e shite të bien në skenë. Por nuk ishin lot trishtimi. Ishin lot krenarie. Të shite të bien duke u parë, duke u dëgjuar, duke u respektuar. Vitet kaluan. Laura vazhdoi të studionte, duke zgjeruar gjuhët, duke mësuar për kulturat, për diplomacinë, se si të ishte urë mes njerëzve që nuk kuptohen. Ajo udhëtoi, njohu vende që më parë i shite vetëm në harta, mbajti fjalime në konferenca ndërkombëtare. Por gjithmonë kthehej. Kthehej në bibliotekën ku filloi gjithçka, për të mësuar fëmijëve të tjerë. Kthehej në lagje, te ajo pema ku jepte mësim me copa kartoni. Sepse e dinte se kthesa e madhe e jetës së saj nuk kishte qenë të fliste gjuhë të huaja. Kishte qenë refuzimi i fatit të padukshmërisë që u përpoqën t'i impononin. Anisa u rrit profesionalisht, por kur nuk i humbi duart e forta të dikujt që ka kaluar më të keqen. Ajo e dinte nga vinte, dinte se çdo të thoshte të kishe frikë se nuk do të kishe ushqim të nesërmen, dinte se çdo të thoshte të trajtoheshe si më pak se asgjë. Dhe e përdorte këtë kujtim jo për t'u hakmarrë, por për të qenë më e mirë. Për t'i trajtuar mirë ata që po fillonin, për t'u dhënë shanse atyre që nuk kishin pasur kurrë, për të qenë dera e hapur që ishte dashur vetë një ditë. Viktori, që ishte gjykuar vetë nga origjina dekada më parë, shitet e Laura shansin për t'i kthyer botës atë që një ditë e kishte shpëtuar. Derën e parë të hapur.
Ai e dinte se nuk mund ta ndryshonte të gjithë botën, por mund të ndryshonte disa botë individuale. Dhe ndonjëherë, kjo ishte e mjaftueshme. Vite më vonë, kur Laura hyri në programe ndërkombëtare për të rinj, kur filloi të punonte si përkthyese zyrtare në konferencat e OKB-s, kur u bë referencë në komunikimin ndërkulturor, Viktori ishte aty. Në audiencë. Duke duar trokitur. Duke e ditur se kishte bërë zgjedhjen e duhur. Artan Basha, nga ana tjetër, e mbajti peshën e asaj që bëri. Larg pushtetit, larg vëmendjes, ai jetonte në një qytet të vogël në provincë, duke punuar në një punë të zakonshme, duke qenë një njeri i zakonshëm. Nuk pati ndëshkim kinematografik, nuk u burgos për dekada. Por humbi gjithçka që kishte rëndësi për të, reputacionin, respektin, pushtetin. Dhe, më e rëndësishmja, humbi shansin për të qenë pjesë e diçkaje të bukur. Disa net, ai zgjoi i djersitur, duke kujtuar vështrimin e Laurës në atë korridor. Vështrimin e një vajze 9 vjeçe që kishte më shumë guxim se sa do të kishte ai ndonjëherë. Dhe ai kujtim i dhimbte më shumë se çdo proces gjyqësor. Historia e Anisës dhe Laurës u përhap. Jo si legjend, por si realitet. U bë shembull në shkolla, u bë temë esesh, u bë frymëzim për nënat të tjera që pastrojnë dysheme dhe fëmijë të tjerë që studiojnë fshehurazi. Sepse mesazhi ishte i thjeshtë dhe i fuqishëm, dinjiteti nuk kërkohet. Fitohet. Dhe talenti nuk ka kod postar, nuk ka mbiemër, nuk ka adres. Ka vullnet. Ka këmbëngulje. Ka zjarr. Vite më vonë, një pasdite të nxehtë vere, Anisa dhe Laura u kthyen në atë godinë të xhamt ku filloi gjithçka. Jo nga dera e shërbimit. Nga përpara. U ngjitën në katin e 12, te ai këndi i kafes ku Laura qëndroi e fshehur, e qetë, duke studiuar në një qoshe. Këndi ishte ende aty, por tani kishte një pllak të vogël në murqendra arsimore mbështetëse Laura Leka. Hapësira ishte transformuar në një vend ku punonësit mund të studionin, të bënin kurse, të kërkonin kualifikim. Gjithçka falas. Gjithçka e aksesueshme. Gjithçka që askush të mos kishte më nevojë të fshihej në një qoshe për të mësuar. Të dyja qëndruan aty, krah për krah, duke parë atë vend që ruante aq shumë dhimbje dhe aq shumë frikë. Por tani, ruante edhe shpresë. E mban mend kur të solla këtu për herë të parë, pyeti Anisa me zë të butë. Laura pohoi me kokë. E mbaj mend. Kisha aq shumë frikë se mos të bezdisja, se mos të pengoja, se mos bëhesha problem. Anisa i mbajti dorën së bijës. Dhe shiko ku kemi arritur. Jo sepse ishim me fat, por sepse nuk u dorëzuam. Sepse refuzuam të zhdukeshim. Laura e shikoi të ëmën me atë buzëqeshjen që ende kishte pak fëmijë brenda. Dhe sepse ti më mësove gjën më të rëndësishme, mami. Që ne nuk kemi nevojë të kërkojmë leje për të ekzistuar. Ne tashmë ekzistojmë. Dhe kjo mjafton. Të dyja u përqafuan aty, në atë kënd kafeje që nuk ishte më një stre, por një simbol. Simbol se ndryshimi është i mundur. Se drejtësia ndonjëherë fiton. Se dashuria, guximi dhe këmbëngulja mund të rrëzojnë mure që dukeshin të përjetshme. Dhe kur dolën nga ajo godin, dorë për dore, dielli ura në fytyrë me një forcë të mirë, nga ato që të ngrohin nga brenda. Anisa nuk ishte më e padukshme. Laura nuk ishte më vajza e fshehur. Ishin dy gra, dy forca, dy jetë që vërtetuan se bota mund të jetë mizore, por nuk mund t'i heqë askujt atë që është thelbësore, dinjitetin. Sepse dinjiteti nuk jepet. Nuk merret hua. Nuk negociohet. Ai thjesht është. Dhe askush, kur, nuk mund ta fshijë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Anisës dhe Laurës t'ju ketë prekur zemrën. Nëse u emocionuat me udhëtimin e këtyre dy luftëtareve, klikoni butonin pëlqej, abohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju bëri më shumë përshtypje në këtë histori guximi, lufte dhe dinjiteti. Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor, që tregojnë se talenti nuk njeh kufi dhe se dinjiteti nuk kërkon leje për të ekzistuar. Duam të dim nga ju, cili ishte momenti që ju emocionoi më shumë? Ishte guximi i Laurës duke mbrojtur të ëmën? Ishte transformimi i Anisës? Apo ishte drejtësia që më në fund u vu në vend? Ndajeni me ne. Mendimi juaj ka rëndësi dhe na ndihmon të vazhdojmë të sjellim histori që bëjnë diferencën.
Ju presim në episodin e ardhshëm me një tjetër histori që do t'ju prekë zemrën dhe do t'ju bëjë të besoni se ndryshimet janë të mundura kur nuk heqim dorë nga ata që jemi.